Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nga edicioni orës 19, pas pak në lajme do të ndiqni. Ekstradohet nga Dubai shumë kërkuari Florence Çapja, 44 vjeçari u dënua nga apeli i gjykatës së posaçme me burgim të përjetshëm për vrasjen e Baba e Bir Nezir dhe Gendian Beqiri, krimi ndodhur në 2012 në Elbasan. Një turist amerikan ka vrarë me thik bashkëshorten e një banesë të marrë me qeran në Shkodër. Dyshohet se në momentin e krimit ka qenë në gjendje të dehur pasi goditi gruan, tentoi të vetvritej. Ambasadori Gonzato thanë se në zgjedhjet e 11 majit nuk do të ketë ndërhyrje nga Bashkimi Evropian pas një takimi me Celi Bashën, diplomati përgënjështroi lajmet rreme se kanë ndikuar në raportin e OSBE-Odihrit. Fillimi i majit ka populluar plazhin e Shëngjinit. Operatorët turistik thonë se 75% e hoteleve janë rezervuar turistët më të shumë, pritet të vinë nga rajoni, vlerësohet më së shumti Bregdeti dhe ushqimi. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance thanë se lufta në Ukrainë nuk do të përfundojë së shpejti, sipas tij varet nga palët nëse do arrijnë një marrëveshje dhe të ndalojnë këtë konflikt brutal. Dhe ju njohim tani më gjithësisht me materialet e përgatitura gjatë ditës së sotme. Është ekstraduar nga Dubai shumë kërkuari Florence Çapja, 44 vjeçari u dënua nga apeli i gjykatës së posaçme me burgim të përjetshëm për vrasjen e Baba e Bir Nezir dhe Gendian Beqiri, krimi ndodhur në vitin 2012 në Elbasan. Një tjetër emër i njohur i botës së krimit është ekstraduar nga Dubai drejt Tiranës, pas Plaren Dervishaj dhe Julian Meçës, të cilët u sollën në Shqipëri verën e kaluar. Këtë të premte u ekstradua Florence Çapja. Ai mbërriti në kryeqytetin shqiptar nëpërmjet një linje tranziti nga Stambolli. I shoqëruar nga forcat speciale Renea dhe nën masat e rrepta sigurie, Çapja, pasi përfundoi procedurat në komisariatin e Rinasit, u dërgua në burgun 313. Florence Çapja rezulton i dënuar me burg për jetë si porositës i vrasjes së Gendian dhe Nezir Beqirit në vitin 2012 në Elbasan. Ngjarja ndodhi teksa Gendian Beqiri ndodhi në arrest shtëpie nga gjykata e qytetit. Autorët përdorën Etienne Canin si personin për të hyrë brenda banesës pasi ai ishte shok fëmijërie me viktimen. Vrasja dyshohet se u porosit për hakmarrje pasi Gendian Beqiri akuzoi se ishte implikuar në ekzekutimin e Sokol Çapjas në vitin 2005. Për krimin e dyfisht, me burg për jetë është dënuar dhe Ardian Çapja, si dhe Olsi Leku, ndërsa Etienne Cani e Kladi Dokolli u dënuan me nga 25 vite burg. Bashkëpunëtori i drejtësisë Ervis Bardhi u dënua me 15 vite heqje lirie. Florence Çapja jetonte prej 10 vitesh në Emiratet e Bashkuara Arabe, më konkretisht në Dubai. Në vitin 2021 ai u arrestua me qëllim ekstradimin, por u lanë në mbikëqyrje policore. Disa muaj më vonë ai fitoi tërësisht lirinë duke u pajisur dhe me leje qëndrimi. 44 vjeçari u shpall sërish në kërkim nga policia shqiptare, të cilët kërkuan ekstradimin e tij drejt vendit tonë për të përballur me drejtësinë. Një turist amerikan ka vrarë me thik bashkëshorten e një banesë të marrë me qera në Shkodër. Dyshohet se në momentin e krimit ka qenë në gjendje të dehur pasi goditi gruan, tentoi të vetvritej. Kishin ardhur për pushime, një turist amerikan vret me thik bashkëshorten e tij në Shkodër. Ngjarja ndodhi paraditën e kësaj të premteje në afërsitë të pedonales kryesore të qytetit, ku 57 vjeçari Brenton Saporito qelloi me mjetin prerës bashkëshorten e tij Sandra Saporito, 53 vjeçe. Pas ngjarjes, ai tentoi të vrasë edhe veten duke prerë damarët e dorës. Sipas policisë, gruaja ndroi jetë, ndërsa 57 vjeçari u transportua për në spitalin e Shkodrës, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Uniformat blu njoftojnë se ngjarja ka ndodhur kur 57 vjeçari ka qenë në gjendje të dehur, ndërsa besohet se shkak është bërë një konflikt. Pasi të jetë në gjendje më të mirë shëndetësore, Blut e Shkodrës do t'i marrin autorit të ngjarjes edhe dëshmin për të sqaruar më tej rrethonat. Bëhet e ditur se çifti kishin 3 ditë që qëndronin në Shkodër në një apartament të marrë me qera. Veç kryeqendrës së Veriut, çifti Saporito ka qenë edhe në qytete të tjera të vendit për arsye turistike. Ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato zhvilloi një takim me kryekomisioneri Iliad Celibashi lidhur me përgatitjen për zgjedhjet e 11 majit. Gonzato tha se në këtë proces nuk do të ketë ndërhyrje nga BE, ndërsa përgënjeshtroi lajmet e rreme se kanë ndikuar në raportin e OSBE-Odihrit.
Pak ditë para zgjedhjeve, ambasadori i Bashkimit Evropian Silvio Gonzato takoi kryekomisionerin Ilirian Celibashi për të diskutuar për procesin zgjedhor. Pas takimit me dyert të mbyllura, Gonzato dha një deklaratë për mediat, nga ku përgënjeshtroi akuzat se ka ndërhyrë në raportin e Osube Odir. Lajmi se ne kemi ndikuar tek ODIHR për të hequr emra nga raporti i tyre paraprak për përgatitjen e zgjedhjeve parlamentare është krejtësisht i rrem. Unë ndjeva i tronditur dhe mendova se duhej që të reagoja ndaj këtij lajmi. Me deklaratën tonë të përgënjeshtrimin ne targetuam vetëm atë informacion të rrem, askën tjetër. Nëse njerëzit më njohin mua dhe e din punën që bën Bashkimi Evropian, e kuptojnë të pavërtetën e këtyre pretendimeve. Gonzato i konsideroi të rëndësishme këto zgjedhje pasi janë të parat që pas hapjes së kapitujve, ndërsa nënvizoi pikat kryesore që e ndihmojnë Shqipërinë në këtë proces. Këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme sepse janë të parat që zhvillohen që kur Shqipëria nisi negociata për grupin e parë të kapitujve që trajtojnë çështje themelore, që flasin për institucionet dhe proceset demokratike. Ne kemi besim në punën që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bën, ndaj do e mbështesim atë financiarisht edhe pas këtyre zgjedhjeve. Lufta kundër krimit dhe korrupsionit është pjesa më thelbësore e këtyre negociatave. Ndërsa kryekomisioneri Ilirian Celibashi dha një përgjigjësim për punën që po bëhet në bashkëpunim me SPAK dhe prokurorinë e përgjithshme për të hetuar krime zgjedhore. Brenda 24 orësh ja kemi dalë të themi që të vendosim në dispozicion çfarë prej tyre është kërkuar. Njoftoi të gjithë emigrantët për afatin se deri kur do të qëndrojnë në zyrën postare fletët e votimit të patërhequra. DHL ka detyrimin që të mbajë në zyrat e saj zarfe të cilat nuk kanë mundur t'ja u dorëzoj votuese apo dhe votuese nuk kanë mundur ta tërheqin deri në datën 8 maj. Sa i përket problematikave me procesin e votimit në diaspor, nga denoncimet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Celibashi tha se janë 156 raste. 9 ditë përpara se shqiptarët të shkojnë në qendrat e votimit, ambasada e Shtetet të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka postuar në rrjetet e saj sociale një deklaratë të zëvendës presidentit amerikan J.D. Vance, pjesë e fjalimit të mbajtur në 14 shkurt në konferencën e sigurisë në Mynih. Demokracia qëndron mbi parimin e shenjtë se zëri i njerëzve ka rëndësi, nuk ka vend për pengesa, ose i përmbash këtij parimi ose jo, theksoi Vance në Mynih, qendrim që është publikuar nga ambasada amerikane në Tiranë. Në një takim me fermerët në Dimal, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha premtoi dyfishim të mbështetjes për bujqësinë, ai thanë se nafta do të shitet me koston e saj, ndërsa grumbulluesit nuk do të lejohen të kenë monopolin mbi çmimet. Subvencionim të fermerëve dhe investime për të mbështetur prodhimin vendas ishin premtimet e kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha në takimin me qytetarët në Dimal. Ai tha se do të heqë çdo kriter që është vendosur fermerëve për të përfituar subvencionimet. Do të subvencionojmë çdo fidan që të mbillni, çdo kokë bagti që të mbani. Kjo do jetë zotimi ynë solemn për ju. Do hiqet çdo kriter se ke një lop apo ke 10 lop. 1 apo 10 do shpërblesh për kokë. Kriteri për hektar, ai që ka një dynym do subvencionohet për një dynym. Ai që ka 10 hektar do subvencionohet për 10 hektar. Teksa e cilëson qesharak mbështetjen e deritanishme të qeverisë, zotohet për rritje të buxhetit në bujqësi. 32 milion euro. Shuma në qesharake. Ne do kthejmë parat më zotëri, se parat i marrë nga ju. Ne nga 32 do kalojmë në 230 milion. Premton krijimin e një bordi që do të ketë rol rregullues mes fermerëve dhe grumbulluesve. Grumbulluesve, unë u them këtu që ne i mbështesim, por çmimet nuk mund të jenë monopol. Nuk mund të jenë çmimet që të vrasin prodhimin. Zgjidhet me një bord të përbashkët. Grumbullues dhe fermer, të cilët bien dakord në çmimet e grumbullimit. Paralajmëron tregtarët që futin në Shqipëri pesticide që dëmtojnë prodhimin. I pari që do të kapet duke sjellë inpute që nuk shiten në 2 vende anëtarë të Bashkimit Evropian, absolutisht do dënohet për krim të rënd në Shqipëri. Për të ndihmuar prodhimin vendas dhe qytetarët, zotohet për ulje të çmimit të naftës. Do ulet çmimi për gjithë popullatën. Sot qeveria për litër nafte merr 1.1 euro. Nuk ka qeveri në botë që të merr kaq shumë për naftën. Kryetari i Partisë Demokratike premtoi gjithashtu rritje të buxhetit në sistemin e shëndetësisë dhe të arsimit, duke theksuar dyfishim të pagave për punonjësit e këtyre 2 sektorëve.
Sipas një raporti të Bankës së Shqipërisë, në muajin prill shënuar rritje treguesve të besimit në sektor si ndërtimi, tregtia dhe shërbimet. Treguesi i ndjesisë ekonomike arriti në nivelin 107 prej se 4 pikë në muajin prill, me rënje prej 0 prej se 8 pikësh në krahasim me muajin mars. Megjithatë, vlera e këtij treguesi qëndron në 7 prej se 4 pikë mbi mesataren afatgjat, sipas raportit të fundit të Bankës së Shqipërisë. Rënja e treguesit të ndjesisë ekonomike për muajin prill, sipas të dhënave zyrtare, u përcaktua kryesisht nga sektori i industrisë dhe më pak nga treguesi i besimit konsumator. Por nga ana tjetër, Banka Qendrore nënvizon se treguesit e besimit në sektorit e ndërtimit, shërbimeve dhe tregtisë regjistruan rritje. Të ndarë sipas kategorive, treguesi i besimit në ndërtim u rrit me 1.3% në muajin prill dhe për të dytin muaj me radhë qëndron në 17% mbi mesataren afatgjat. Rritja muajin e kaluar u përcaktua kryesisht nga vlerësimet më të larta për nivelin e porosive aktuale, por dhe pritet për punësimin dhe çmimet në të ardhmen. Sipas raportit të Bankës së Shqipërisë, treguesi i besimit në shërbime u rrit lehtësisht me 0.5% në muajin prill. Komponentët që ndikuan pozitivisht në rritje ishin ecuria aktuale e aktivitetit si dhe niveli i kërkesës. Gjithashtu dhe pritjet e bizneseve për punësimin dhe çmimet në të ardhmen janë me rritje, nënvizon Banka e Shqipërisë. Një tregues tjetër i ekonomisë që shënoi rritje gjatë muajit të shkuar ishte edhe treguesi i besimit në tregti me rritje prej 0.8%. Kjo rritje u ndikua kryesisht nga vlerësime optimiste për punësimin në të ardhmen, por dhe nga pritshmëritë e bizneseve në vend. Fillimi i majit ka populluar plazhin e Shëngjinit, operatorët turistik thonë se 75% e hoteleve janë rezervuar. Ditët e para të majit e kanë gjetur kështu plazhin e Shëngjinit. Ndonë jo zyrtarisht, por në Shëngjin mund të themi se ka nisur sezoni turistik. Stina Ngrot ka nisur herët në Bregdetin e Lezhës, e cila në ditët e para të muajit maj ka pritur një numër të konsiderueshëm pushuesish, kryesisht shqiptar të Kosovës, por jo vetëm. Qytetarë të gjitha grup moshave ju drejtuan Bregdetit për të shijuar këtë të premte me diell. Temperaturat janë të përshtatshme për të bërë plazh. Dhe Shëngjini është një nga zonat që preferohet më shumë nga vizitorët. Nuk ishte vetëm panor vendas, por edhe të ardhur nga vendet të rajonit, kryesisht nga Kosova e Maqedonia e Veriut. Ata vlerësojnë kushtet në këtë vit bregdetare. Mirë, plazha mirë, hoteli mirë, shërbimi mirë. A ishte pritur që të ketë pushues kaq shumë në këtë periudhë? Jo, valla, ja që ka shumë s'kisha pritur, s'kisha menuar asnjë, po mirë. Ditët e pushimit tu për një maj. Sa ditë do qëndroni? Deri në diellën. Operatorët turistik në zonë janë optimist për këtë sezon turistik. Sipas tyre, hotelet janë të rezervuara gati në 75% të kapacitetit të tyre. Kryesisht janë pushues 3 dhe 4 ditor nga Kosova, nga shqiptarët e Maqedonisë, dhe ne jemi të lumtur dhe jemi krenarë që ngelemi shtëpia e preferuar e Bregdetit të shqiptarëve. Çmimet e favorshme dhe gjithashtu dhe një shërbim me ato mundësitë më të mira që kemi, na kanë bërë që të jemi preferencat tyre e parë, por dhe present kemi një akomodim dhe një zënie të hotelit me mbi 70% të kapacitetet tona. Bizneset në zonë presin që ky sezon turistik të jetë më i mirë se ai i vitit 2024, ku turistë të shumt të ardhur nga vendet e rajonit, por edhe nga shtete të ndryshme, zgjodhen Shëngjinin për të bërë pushimet. Kjo fundjavë do të jetë e përshtatshme për plazh, sinoptikanët parashikojnë mot me diell dhe temperatura që do të shkojnë deri në 30 gradë Celsius. Masat ajrore afrikane të cilat kanë hyrë në territorin e Ballkanit kanë bërë që kjo javë të jetë ngrohtë dhe me motë të qëndrueshëm. Sipas meteorologëve, edhe fundjava do të jetë me diell. Për sa i përket të shtunës dhe të dielës, paraditët do të jenë me diell, pjesa e dytë e ditës vrazira të lehta dhe kalimtare në Bregdet dhe zonat e ulta, vrazira më të shpeshta në zonat malore, megjithatë situata mbetet e qëndrueshme. Temperaturat gjatë fundjavës do të jenë të ngjashme me qershorin, pasi termometri do të ngjitet në 30 gradë Celsius, duke u dhënë mundësinë qytetarëve që të shijojnë plazhet e vendit. Janë masa ajrore me origjinë afrikane të cilët kanë britur drejt brigjeve mesdhetare, duke sjellë menjëherë edhe ndryshim të temperaturave, sidomos në vlerat maksimale. Rriten lehtë vlerat minimale, duke qenë se mëngjeset dhe mbrëmjet janë pak të freskëta, parashikohet të shtunën në mëngjes të ketë një rritje të lehtë, duke bërë që zonat me temperaturat më të ulta të jenë deri në 7 gradë, por ashtu edhe diela sjell një rritje të lehtë të tyre, maksimumi 30 gradë. Ndërkohë që parametri i erës, sipas sinoptikanëve, nuk do të jetë shqetësues.
Analistët në Kosovë bëjnë përgjegjës Albin Kurtin për krizën politike. Ata thonë se ekziston disa zgjidhje për të dalë nga ky ngërç. Të shtunën do të tentohet për herë të 10 që të konstituohet kuvendi i Kosovës, i cili ka ngecur në zgjedhjen e kryeparlamentarit apo kryeparlamentares. Analistët në Kosovë vlerësojnë se është në dorën e lëvizjes vetëvendosje si partia e parë dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit për t'i hapur rrugë konstituimit të kuvendit. Naim Rashiti, drejtori i grupit ballkanik për politika në Prishtinë, thotë se ka shumë zgjidhje për të dalë nga kjo krizë për formimin e institucioneve. Zgjidhja ka të panumër të eksponentët politik, liderët politik për përdorin hapësirat ligjore kushtetuese dhe mungesën e dialogut për të bllokuar procesin. Sipas tij, vendit i duhet një marrëveshje politike. Duke ditë konstelacionin kosovar që kemi zgjedhje lokale në Vjesht dhe zgjedhjen e presidentit në Pranverë, në këto rrethana ne shohim kriza të vazhdueshme deri në Pranverë dhe zgjedhje prap. Kështu që duhet o një marrëveshje e madhe politike, o duhet një marrëveshje një qeveri minore që ashtu na dërgon në zgjedhje në Pranverë në vitet e ardhshëm. Nëse palët vazhdojnë me qëndrime të njëjta, se ku do të na dërgoj kjo situatë, mbetet e paqartë. Është shumë e paqartë, por paralelisht në përpjekje të konstituimit të institucionit duhet ketë edhe veprime tjera ligjore dhe dialog. E para besoj që një grup deputetë duhet domosdoshmë të dërgojë shpejt një pyetje në gjykatën kushtetuese. Edhe nëse vonohet që të ketë të paraprit proceseve që çfarë mund të ndodhë. E dyta të rritet pak presioni për një dialog të mbrëmshëm politik. Në seancën e fundit u tentua që të votohet në vot të fshet, por që nuk i mori votat e shumicës. Emri i kandidates Albulena Agjiu vazhdon të jeti papranueshëm për partitë tjera politike. E vetëvendosje këmbëngull në të njëjtën kandidate. Një zonë pranë pallatit presidencial në Damask është sulmuar nga Izraeli. Kryeministri Netanyahu ka deklaruar se do të mbrojë pakicën druze, duke i bërë thirrje ndërkombëtarëve të ndërhyjnë. Avionët luftarak izraelit bombarduan një zonë pranë pallatit presidencial në kryeqytetin e Sirisë Damask, ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zotua të mbrojë pakicën fetare druze. Netanyahu shpreh se sulmi ishte mesazh i qartë për regjimin sirian pasi Izraeli nuk lejon vendosjen e forcave në jug të Damaskut ose kërcënim për komunitetin druz. Sulmi ishte i dyti i këtij lloji nga Izraeli këtë javë dhe shihet si mesazh i fortë për qeverinë kalimtare të Sirisë, të udhëhequr nga presidenti Ahmed al-Shara. Më shumë se 100 persona janë vrarë këtë javë gjatë luftimeve midis forcave pro-qeveritare dhe luftëtarëve druz në Siri. Dhuna është cilësuar si një akt gjenocidi nga udhëheqësi druz i Sirisë, Sheikh Hikmat al-Hiri, i cili bëri thirrje për ndërhyrje të menjëhershme nga forcat ndërkombëtare për të ruajtur paqen dhe për të parandaluar vazhdimin e këtyre krimeve. Ministri i jashtëm i Izraelit, Gideon Sar, i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të përmbushë rolin e tij në mbrojtjen e pakicave në Siri, veçanërisht të druzëve nga regjimi dhe bandat e këtij terrori. Pakicat e druzëve që jetojnë në Siri përbëjnë rreth 3% të popullsisë, ndërsa ka komunitete më të vogla në Liban, Izrael, si dhe në lartësitë e pushtuara të Golanit. Sulmet e fundit pasqyrojnë mosbesimin e thellë të Izraelit ndaj islamistëve sunit që rrëzuan diktatorin e atëhershëm Bashar al-Assad në dhjetor të vitit 2024, që nga rrëzimi i Asadit, Izraeli ka pushtuar territorin në jug perëndim të Sirisë, ka shkatruar shumicën e armatimeve të ushtrisë siriane dhe është zotuar të mbrojë druzët. Në 9 maj në Shqipëri do të nisë gara një orë ciklistike Giro d'Italia. 3 etapat e para të eventit do të mbahen në Durrës, Tiranë dhe Vlorë, ndërsa do të garojnë 23 skuadra. Në Shqipëri nis më datën 9 maj Giro d'Italia 2025. Në territorin shqiptar do të zhvillohen 3 etapat e para të garës prestigjioze ciklistike. Prezantimi i ekipeve pjesëmarrëse në aktivitet do të bëhet më datën 7 maj në orën 20:30 në sheshin Skënderbej. Itinerari i etapës së parë është Durrës-Tiranë. Giroja nis rreth orës 13:10 nga porti i Durrësit dhe përfundimi i garës parashikohet të jetë rreth orës 17:03 në sheshin Nën Tereza. Më 10 maj do të zhvillohet etapa e dytë me piknisje sheshin Skënderbej rreth orës 13:30, që pritet të përfundojë në sheshin Nën Tereza rreth orës 17:15. Ciklistët do të garojnë etapën e tretë në Vlorë, që nis nga Lungomare dhe parashikohet të përfundojë rreth orës 17:26 në rrugën Sadik Zotaj. Në edicionin e 108 të eventit ciklistik Giro d'Italia do të marrin pjesë 23 skuadra. Në total janë 21 etapa, 2 me kronometër, 3 ngjitje dhe 3 ditë pushim. Itinerari i këtij edicioni do të jetë përveç Shqipërisë edhe në Sloveni dhe qytetin e Vatikanit.
Gjatë garës do të jenë të pranishëm rreth 3000 sportistë të mbështetur nga stafet e tyre. Eventi do t'ia shtojë edhe më shumë popularitetin Shqipërisë, ndërsa do të transmetohet nga 200 televizione anë mban botës. Një epokë e re në fushën e modës, çanta e parë në botë me lëkurë dinozauri pritet të prodhohet brenda vitit 2025. 3 kompani inovatore kanë bashkuar për të krijuar këtë produkt unik. Çanta me lëkurë dinozauri T-Rex brenda vitit 2025. Kjo është deklarata e fundit e bërë nga 3 kompani që kanë si synim të pushtojnë tregun e luksit duke shfrytzuar progreset e bëra me anë të bioteknologjive për krijimin e materialeve të reja në laborator. Për realizimin e të parës Jurassic Bag, konsorciumi i kompanive do të përdorë si model kolagjenin e fosilit të tiranozaurit, por materiali ka nxitur skepticizmin dhe debate në radhët e shkencës. Lëkura që do të prodhohet nga kolagjeni i T-Rex përshkruhet si një material që shkon për te imitimit dhe do ofrojë butësi natyrale, fleksibilitet dhe konsistencën që ofrojnë lëkurat më të sofistikuara dhe të çmuara. Do të ishte shembulli i parë absolut i lëkurës si një specie parahistorike dhe do të konsiderojë një hap revolucionar në eksplorimin e fushës së biologjisë antike dhe në frymëzimin e materialeve të pastra në respekt të natyrës dhe duke mos vrarë kafsh në emër të modës. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.